Zoti Ilir, ç'është për ju Ulqini? Ulqini është Florini, Ulqini është fillimi, Ulqini është mbarimi. Do thotë unë kam bindur këtu, kam qef edhe këtu të mbaroj jetën. Kjo është për mua Ulqini. Ulqini nuk ka fillim as nuk ka mbarim, të themi të drejtën. Ai ka 2500 vjet histori të shkruar, të dokumentuar. Edhe do të është një popull, një racë shumë specifike që jeton këtu, që e ka bërë për të jetuar e mbijetuar gjithë ta shekuj me radhë dhe për të mbajtur atë autenticitetin e vet. Do thotë janë disi njerëz që kanë ca parime detareske shumë interesante. Nuk ka qytet në trungun shqiptar që ka ruajtur, sidomos në Bregdet që ka ruajtur këtë identitetin e vet, do thotë me shekuj, me kaq konservatorizëm. Nuk e dim sepse. Për shembull në Shkodra, për shembull në shtresat venedikase në Shkodër nuk i shef. Është prishur një çik, ose në Durrës, nuk e shef, e shef atë venedikasin, por nuk e shef atë më herë. Kështu që në Ulqin këto janë gjitha funksionale dhe jetojnë. Kështu që Ulqini Ulqinakët kanë një gjeturi, nëse mund ta quaj ashtu. Shtrëngojnë velin, po edhe lirojnë, shtrëngojnë edhe lirojnë edhe navigojnë kështu, do thotë kjo ka qenë një gjeturi që na ka bërë si popull vital. Jemi më pak vital viteve të fundit, mund të them, jemi më pak vital, por që ja, tani po presim që edhe diaspora, po edhe shteti am na sjell syt nga ne, siç e thash, e meritojmë më shumë se secili qytet, do thotë shqiptar, që shteti am të vijë me tërë qeverinë e vet dhe ta bëjë një mbledhje qeverisë në Ulqin, dhe të na pyesë se çka na duhet. Në diçka tjetër që mund ta thoni kështu, që mendoni ju që ja vlen ta theksojmë dhe kështu? Për Ulqinin apo për popullin shqiptar? Për Ulqinin e kështu, që mund t'ja themi kështu, mendon. Për Ulqinin, për tërë popullin shqiptar dhe për Ulqinin, jemi popull shumë vital. Materialin gjenetik e kemi shumë të mirë. Sa po që shkojmë neve në një shtet të jashtëm ose në një komunitet ku punohet edhe ku ka një sistem, neve jemi më të mirët, jemi ekselent. Kështu që duhet një farforme na vën sisteme, nëse mund ta quaj rregull, ashtu që të vinë në pak edhe në shprehje të gjitha këto veti të mira që i ka shqiptari. E thasha një herë, kur shqiptari shkon, një student kur shkon ose një informaticien shkon në një vend të jashtëm, ai më një herë rregullohet, e marrin punë më një herë, fiton një punë të mirë, etj, ka një qetësi, kurse në Shqipëri ose në Malzi do thotë ai ka shumë probleme. Prandaj unë mendoj që duhet t'ja bëjmë kushtet tyre për një jetë dinjitoze këtu, edhe për të ecur përpara. Ky është shekulli i shqiptarëve. Shekulli 21 shekulli i shqiptarëve, do thotë. Kemi 2 shtete vitale, kemi 2 komunitete, kemi diasporë që është në rregull, kemi njerëz të shkolluar, do thotë, në kryetarin e Parlamentit Evropian kemi shqiptarë, ja pra, do thotë, nuk ka pas as Dajo, nuk ka pasur as Toka, as Kogdyne, po atje u zot në kryetare zonja Tokalari. Kështu që këto janë, do thotë, perla, po janë një farforme kujtesa dhe zile dhe alarme që bien për të na kujtuar që diçka nuk shkon në Shqipëri dhe diçka kemi bërë gabim në Shqipëri. Të ju uroj suksese. Ju faleminderit.